Rritja e çmimit të vezëve dhe produkteve ushqimore përëndon gjithnjë më shumë mbi ekonominë e familjeve në Kosovë. Qytetarët thonë se përballen çdo ditë me çmime të larta, ndërsa të ardhurat nuk rriten, gjë që e vështirëson jetesën e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Sipas tyre, vezët dhe produktet bazike janë të domosdoshme për çdo familje, ndaj rritja e çmimeve të tyre po shkakton presion të madh. Po çmimet pas kanë shku në qiell, unë jetoj në mal, jetoj në birë, kanë gjithë secila familje ndikon, me të madhe ndikon, se me ngjesin gjithë shqiptarët e hanë me ve, e përzhitin, e vizin, edhe me 2 ve kryin me ngjesin, se jemi popull i varfër, një pjesë e madhe e këtij populli, ndërsa tani ka ndikim edhe politika. Kjo politikë për 6 vjet e ka çorodit ekonominë edhe tregtinë edhe biznesit edhe krejt. Do të thotë kjo qeveri që është tash duhet me shku urgjentisht për mori për të ri, për rigjenerue ky popull edhe kjo politikë. Po mëra që shumë bele, shumë shratjen produktet edhe ushqimore shumë shratjen. Me rrit, me rrit rrogat e pendjet që çmimet me nal pak më poshtë, këtu më kom pak më nal këto rrogat e këto pendjet. Po duhet me ble që s'kem çfarë pa ble. Duhet me ble vot. Është shtrajt. Jo, s'kemi vërejt ndryshim veç rritje ku vjet. Veç shtrajtim. Shtrajtimi 30%. Po s'ki qore pa hungër qasë artikuj, shiki ditore. Ball pas rajt. Si të mos të pensionisat e qëto që e me tarë në dvogla, po edhe të më bëva për gjithë është kjo keq. Në ndryshu me jullë qmimet, me rrit pensionet, pagat. Dikan, po çka me botash. Kisha dosh më formu qeveria mas pari, edhe me rritë rrugat, çmimet janë rritë, rrugat më rritë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në mars 2025, nën kategoria qumësht, djathë dhe vezë ka shënuar një rritje prej 7.1% në krahasim me marsin 2024. Tani në disa marketet Prishtinës, pakoja me 30 vezë mund të blihet me 4.89 euro. Ndërkohë, çmimi është rritur edhe në Maqedoninë e Veriut, ku një vezë shitet për 20 cent.